Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Këto ditë, e që se ka edhe pushime, do sartojmë disa mësime rreth tauhidit, rreth tefsirit, edhe haditheve të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe përsa e përket tauhidit, ai është më i rëndësishmi, veçimi Allahut në adhurim dhe dituria dhe kërkimi i diturisë është adhurim. Prandaj nxënësi i dijes në çdo moment që dëgjon diçka, në çdo moment që memorizon diçka, është në ibadet, nga që dituria dhe kërkimi i diturisë është nga adhurimet më të mira. Madje shumë prej dietarëve të Islamit e konsiderojnë kërkimin e dijes si nafilja më e mirë, suneti më i mirë me të cilën robi afrohet tek Allahu i Lartëmadhëruar. Prandaj përpjekja për nxënjen e diturisë së dobishme që buron nga Kurani, nga libri i Allahut dhe suneti i dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, siç e kanë sqaruar imamët e Islamit, të cilët janë të sigurt në diturinë e tyre, konsiderohet nga prej xhihadit më të madh, që e poshtron edhe shejtanin, i cili ndihet shumë i keqardhur kur shikon njerëzit që jepen pas kërkimit të diturisë. Prandaj dietarët në çdo kohë dhe në çdo vend janë trashëgimtarët e profetëve, nga që profetët nuk trashëgojnë as monedha ari, as monedha argjendi, por trashëgojnë diturinë. Dhe kush e merr këtë dituri, ka marrë një fat të madh, siç i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot Imam Ahmed ibn Hanbal, nuk di diçka më të mirë se kërkimi i diturisë për atë që ka një jetë të pastër, ka sinqeritet dhe përkushtim gjatë kërkimit të diturisë. Prandaj njerëzit kanë nevojë tepër të madhe për sqarimin e të vërtetës. Dhe kanë nevojë për njerëz që sqarojnë këtë të vërtetë, që sqarojnë tauhidin e kulluar, që sqarojnë akiden e pastër, që sqarojnë njerëzve kuptimin e pasimit të sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, që sqarojnë atyre normat e shariatit dhe gjërat që kanë nevojë në jetën e tyre të përditshme. Dhe përzgjodhëm në këtë lëmi të tauhidit librin Tri parimet dhe argumentet e tyre, që është një broshurë e shkurtër, shumë e shkurtër, mirë po është shumë e rëndësishme për çdo musliman. Prandaj dietarët tanë në shekujt e fundit këtë broshurë u lexonin masës së gjerë të popullit, familjarëve të tyre, dhe i thoshin ta memorizonin këtë broshurë. Dhe unë vetë kam patur fatin që të kem lexuar rreth 20 shpjegime të kësaj broshure, që kur fillova studimet, fillimisht e fillova me leximin e shpjegimit të Sheikh Abdulrahman ibn Qasim, Allahu mëshiroft, që është grumbulluesi i fetvave të Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, Hashiyatul Usul al-Thalatha. Më pas pata fatin të dëgjoj në kaseta shpjegimin e Sheikh Muhammad ibn Aman el-Jami, Allahu mëshiroft atë dhe gjithë dietarët e Islamit. Më pas pata fatin të lexoj shpjegimin e Sheikh Salih Ali Sheikh. Më pas pata fatin të shpjegoj në shtëpinë time me disa nxënësa të tjerë të dijes në Medinë, me Sheikh Muhammad ibn Bakhit el-Hujayli.
pata fati më pas të lexoj shpjegimin e 3 parimeve të Sheikh Salih ibn Fauzan el-Fauzan, miftiu të Arabisë Saudite, e shumë shpjegime të tjera, dhe sa herë që e lexoj këtë libër, aq më shumë gjëra kuptoj nga shpjegimi në shpjegim. Dhe ky libër është shumë i rëndësishëm, prandaj dietarët e Islamit i kanë kushtuar rëndësi tepër të madhe këtij libri, sepse të jep gjëra thelbësore në tauhid dhe në akide. Prandaj muslimani ka nevojë tepër të madhe për këto broshura të shkurtra. I dëgjon dhe i memorizon dhe i shoqërojnë këto mësime, këto parime gjatë gjithë jetës, nga që dituria nuk arrihet me njëherë. Ka njerëz që duan të bëjnë dietar me njëherë, nga sot me nesër, dhe lexojnë gjërat kryesore dhe japin fetva dhe shpjegime për gjëra të mëdha që nëse mbledh dietarët e mëdhenj të umetit, largohen nga disa fetva dhe këta nxitohen me njëherë. Dituria nuk arrihet me njëherë. Prandaj ka thënë Ibn Shihab az-Zuhri, siç e transmeton Ibn Abdul Berri në librin e tij El-Jami', që thotë: "Men rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah, wa inma yutlabu al-ilmu ala marri al-ayami wal-layali." Kush kërkon ta mësoj diturinë me njëherë, ka për të ikur prej tij me njëherë, ka për të harruar. Nga që dituria kërkohet duke kaluar ditët dhe netët. Dhe kjo është një e vërtet. Prandaj, ai i cili kërkon diturinë të mos pesimizohet asnjëherë, por të vazhdoj në kërkimin e saj me ngulm. Prandaj ka përmendur Imam al-Khatib al-Baghdadi në librin e tij El-Jami' li akhlaqi ar-rawi wa adab as-sami' nga Al-Fadl ibn Sa'id ibn Muslim, i cili përmendi se një burr nisi të kërkojë diturinë, mirë po nuk ja arriti. Dhe vendosi ta lë kërkimin e dijes. Më pas kaloi dhe pa disa pika uji, të cilat binin nga maji i malit mbi një shkëmb. Dhe uji kishte ndikuar tek ai shkëmb duke e shpuar, dhe tha: "Shiko çfarë bëri uji, edhe pse është diçka e lehtë te ky shkëmb, edhe pse është madhështor." Dhe vendosi, tha: "Wallahi la atluban al-ilm." Dhe vendosi duke u betohen për Allahun, kam për ta kërkuar diturinë. Dhe vendosi me ngulm për kërkimin e dijes dhe kërkoi diturinë dhe arriti të bëj dikush. Prandaj kush e fillon diturinë me gjërat më të rëndësishme dhe më pas e pason me gjërat e rëndësishme, ka për të patur me lenin Allahut shumë mirësi. Dhe arsye e parë që përzgjedhëm këtë libër 3 parimet është kjo arsye se kjo broshurë është nga librat përmbledhës rreth akides dhe ka përmendur gjërat kryesore. Shkaku i dytë që përzgjedhëm këtë libër është se ky libër është një përgjigje për 3 pyetjet e varrit, të cilat i bën çdo kujt që varroset kur kanë për ta pyetur 2 ëngjëj për Zotin e tij, për fenë e tij dhe për profetin e tij. Dhe këto janë 3 parimet, që robi të njohë Zotin e tij, të njohë fenë e tij, të njohë të dërguarin e tij, Islamin, me argumente, jo duke imituar dhe duke pasuar, sepse në çështjet e akides nuk ka imitim dhe pasim, por ka dituri të saktë që buron nga Kurani dhe Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ne duhet të mësojmë këto 3 pyetje dhe përgjigjet e tyre, të mësojmë vetë, u mësojmë masës gjerë të muslimanëve, tu mësojmë grave në shtëpi, tu mësojmë fëmijëve. Prandaj dietarët tanë i kushtojnë rëndësi tepër të madhe kësaj broshureje 3 parimet. Dhe autori i librit është Sheikhul Islam El Mujaddid, ripërtërirësi i fesë Muhammed ibn Abdul Wahhab
Ejzalallahu lehul ejre wa thawab, i cili ka lindur në vitin 1115 sipas hijretit dhe ka ndruar jetë në vitin 1206, që do thotë që ka jetuar 91 vjet. Dhe thot në këtë libër Bismillahirrahmanirrahim, duke filluar me emrin e Allahut, me Bismillahirrahmanirrahim, dhe kjo është tradita në hapjen e sureve. Kjo është gjithashtu tradita e profetëve të dërguarve, dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përsëri letrat e tij fillonte me Bismillahirrahmanirrahim dhe thot: "I'lam rahimakallah", dije Allahu të mëshiroft se ne duhet të mësojmë 4 gjëra. Pra së pari, lutjet me këtë lutje: Allahu të mëshiroft. Dhe kjo është prej mirësisë dhe na bën të kuptojmë se çështjet e diturisë duhet të anojnë gjithmonë nga butësia dhe mëshira. Prandaj, transmetuesit e haditheve e fillonin kërkimin e diturisë me dëgjimin e një hadithi, që quhet el hadith el musalsal. Para se të folin hadithe të tjera, ti thoshnin ose të dëgjonin, e fillonin me këtë hadith: "Er-rahimun yerhamuhumur rahman". Ata që janë të mëshirshëm ka për t'i mëshiruar i mëshirshmi, i gjithë mëshirshmi. Irhamu men fil ardi yerhamukum men fis sama. Mëshirojnë ata që janë në tokë, t'ju mëshiroj ai që është në qiell. E fillonin me këtë hadith për të kuptuar se në çështjen e diturisë duhet të ketë mëshirë. Dhe thoshin ky është hadithi i parë që dëgjova nga filani. Dhe më pas ja thoshin nxënësve të tij. Edhe nxënësit e tij përsëri bënin të njëjtin gjë me nxënësit e tjerë kur shpjegonin vetë. Thoshin ky është hadithi i parë që dëgjova nga filani. Ar-rahimun yerhamuhumur rahman. Ata që janë të mëshirshëm ka për t'i mëshiruar i gjithë mëshirshmi. Dhe kjo është një lutje për atë që e lexon këtë libër, këtë broshurë, për atë që e dëgjon këtë broshurë. Një lutje që të përfshihet nga mëshira e Allahut, se ne duhet të mësojmë 4 gjëra. Këto gjëra, 4 gjëra duhet i mësoj çdo musliman dhe muslimane. E ka dituri, këtë e ka obligim farz, obligim të detyruar. Këto 4 gjëra janë: e para, dituria, që është njohja e Allahut, njohja e profetit të tij dhe njohja e fesë islame me argumente. Dhe siç thash, që pasimi nuk vlen në çështjet e akides dhe ideologjive, dhe duhet t'i mësoj vetë njeriu nga Kurani dhe Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam me argumentet përkatëse, nga që argumentet nuk janë thjesht një ajet kuranor ose një hadith i Profetit sallallahu alaihi wasallam ose një fjalë e një dietari ose një unanimitet i dietarëve të Islamit ose një analogji, një qiyas, por është diçka më tepër. Prandaj dietarët tanë tash këtë broshurë u mësonin masës së gjerë të popullit në për xhami dhe u mësonin përmendësh këtë broshurë, 3 parimet. Gjëja e parë nga këto 4 gjëra është dituria. Kjo është gjëja e parë, të cilën këtu autori e përmendi në përgjithësi. Dhe më pas e shpjegoi, siç kemi për ta marrë më pas. E dyta është puna me këtë dituri. Dhe ky është bereqeti i diturisë, është puna me të. Nga që disa punë, nëse i lë, janë kufër. Fiksojeni këtë. Disa punë, nëse i lë, janë kufër, nëse i lë. Dhe disa punë, nëse i lë, janë thjesht kundërshtim. Disa punë, nëse i lë, janë të urryera. Dhe disa punë, nëse i lë, janë të lejuara, që mund t'i lësh. Cilat janë këto punë, që nëse i lë, janë kufër? Nëse ti mëson tauhidin, mëson edhe faktin se nëse i bën Allahut shok në adhurim, ke për të qenë në zjarr përgjithmonë dhe më pas përsëri bën shirk, kjo është ajo dituri, të cilën nëse e lë ke bërë kufër, ke mohuar. E ndonjëherë, nëse e lë një punë, është një kundërshtim. Nëse mëson që pirja e alkoolit është ndaluar dhe ti përsëri pi alkool, ke atëherë ke bërë një gjunah. Dhe nëse e lë këtë punë me këtë dituri që mësove që është haram alkooli, atëherë ke bërë një kundërshtim. Me ka prej punëve që nëse i lë janë të urryera, nëse mëson një gjë se profeti sallallahu alajhi wasallam është falur në një formë të caktuar dhe më pas nuk falesh
siç ishte falur profeti sallallahu alajhi wasallam atëherë ke lënë një punë, lënia e së cilës është e urryer. Ka raste që puna me diturinë është e lejuar, nëse mëson faktin se profeti sallallahu alajhi wasallam vishte një lloj veshje të caktuar dhe ti e la atë veshje, atë lënia e asaj pune me atë dituri që mësove është e lejuar. Gjëja e tretë nga këto tre gjëra është thirrja në këtë dituri. Pasi e mëson diturinë dhe pasi punon me diturinë, gjëja e tretë është të therrasësh të tjerët në këtë dituri. Pasi mëson dhe punon, duhet të therrasë. Dhe thirrja në këtë madhruar bëhet nëpërmjet fjalëve, bëhet edhe nëpërmjet veprave, duke praktikuar muslimani ato gjëra që është urdhëruar. Dhe më pas i orienton edhe të tjerët. Dhe thirrja bëhet në mënyra të ndryshme, nëpërmjet predikimeve, nëpërmjet shkrimeve, sot mund të bëhet nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe gjëja e katërt në këto katër gjëra është durimi gjatë vështirësive që has në thirrjen në rrugën e Allahut madhruar. Duhet të durosh, pasi mëson dhe punon me diturinë dhe të rreth të tjerët, duhet të durosh ndaj dëmeve që do hasësh. Dhe është prej sunetit traditës së Allahut madhruar që i bëri profetët dhe të dërguarit, që edhe pse janë krijesat më të mira, i bëri që të jenë edhe njerëzit më të sprovuar dhe që do t'i paraqitet ky rrezik i dëmtimeve. Njerëzit kanë për t'i kthyer shpinën thirrjes së tyre, kanë për t'i ofenduar, kanë për t'i sharr. Prandaj te profeti sallallahu alajhi wasallam shaddu nasi ibtilan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Njerëzit që sprovuar më shumë janë profetët dhe më pas sipas hierarkisë që kanë në besim. Prandaj ai që thërret në rrugën e Allahut madhruar duhet të duroj, siç duruan edhe të dërguarit dhe profetët. Madje profeti sallallahu alajhi wasallam urdhërua që të ndjek rrugën e profetëve që ishin para tij. Allahu i Rasuar thot në Kur'an: "Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul." Ti o Muhammed duro siç duruan edhe ulul azmi për të dërguarve që janë të dërguarit më të mirë. Atëherë ky durim është nga gjërat më të rëndësishme për atë që mëson, për atë që punon dhe që më pas thërret të tjerët në atë dituri. Dhe Allah madhruar thot në Kur'an: "Fasbir inna wa'da Allahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun." Duro, me të vërtet premtimi i Allahut është i vërtet dhe mos u intimido nga ata të cilët nuk janë të sigurt. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, i cili parandaloi duke thënë shokëve të tij që të bëjnë kujdes nga të nxituarit, walakinnakum tasta'jilun, por ju jeni një popull që nxitoheni. Dhe argumenti për këto katër gjëra është surja El-Asr, ku madhruar betohet për kohën wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Betohen për kohën, me të vërtet njeriu është në një humbje të sigurt, përveç atyre që besuan dhe punuan punë të mira dhe që porositën njëri tjetrin për të vërtetën dhe që porositën njëri tjetrin për durim. Me kaq mjaftojnë për sot për të vijuar në ditën e vijim me pjesën tjetër të kësaj broshure 3 parimet. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.